Është interesant pse ndodhen gjitha këto zhvillime dhe pse në fund vetë Zoti Kelmendi kërkoi të lirohej nga kjo detyrë. Është interesant se gjithçka lidhet me zgjedhjen e këtij antari. Më mendoj që fakti që Zoti Kelmendi u ballafaqu me krejt të sulme, edhe publike, në adresë të personalitetit tij, janë për shkak se nuk pranoi ta dëmtoj një proces të lehtëshëm të zgjedhjes një antari të ri. Kjo është e ditur. Sepse i njëjti vlerësoi dhe i mori të mirëqena vlerësimet e partnerëve ndërkombëtar dhe shoqërisë civile dhe mendoj që nuk ka pas rrugë tjetër pos ta ndjek këtë rrugë. Sepse përderisa partnerët po të thonë edhe shoqëria civile ka qenë një proces i lehtëshëm, kredibil dhe edhe ushtruesi i detyrës, si pari, si institucioni që ka organizuar konferencën ku është zgjedh, është tepër e dëmshme do të ishte sikur ky vetë ta dëmtonte procesin e zgjedhjes. Prandaj e thash më herët në këtë intervistë që presioni mbi të ka filluar 6 muaj përpara. Mirë po si duket kanë besuar që në një moment të caktuar nëse i kërkohej do ta dëmtoj vetë procesin e zgjedhjes të antari. Mirë po këtë nuk e bëri. Edhe mirë që se bëri. Dhe u shkarku. Në rregull që u shkarku. Sepse u konfirmu që shkarkimi është arbitrar. Dhe shkarkimi që ka ndodhur më datën 20 ka nxjerrën pa jo vetëm një shkarkim të kontërleshëm. Ka nxjerrën pa mendsinë e një klike të vjetër se nëse ti je kundër interesave tona, ti shkarkohesh. Këto janë pasojat. Megjithatë, ajo për cilën unë nuk e di dhe nuk pajtohem është që pse krejt në fund Zoti Kelmendi pas fituarave në 2 instanca dha ofroi kërkesën e tij për një javë para se pikërisht të fillon përbërja e re mandatin e Këshillit. Le të themi 6 ditë punë kanë qenë derisa përbërja e re ndryshon janar dhe nuk e kuptoj pse gjithë këtë presion e barti për më shumë se 6 muaj dhe krejt në 6 ditët e fundit kërkoi të zavancoj. Vërtet, ndoshta është mirë me marrë një vlerësim nga ana e tij. Çka ndodhi këtu? A ka pas tash ndonjë formë të presionit, shantazhit, a jeni të informuar ju si Këshill? A ka pas ndonjë muhabetodash që ka pas ndoshta ndonjë marrëveshje që thjesht mas gjithë asaj që kaloi të krijoj një qetësi edhe të heq dorë nga përpjekjet për ta bërë atë që po thuhet se është luftë për reformë? Nuk e di, sepse unë çdo di ai ka qenë jashtë vendit në kohën kur e ka ofruar këtë kërkesë për zavancim. Mund të supozoj se ka qenë një presion tepër i madh, mund të supozoj sepse në kushte normale, gjithë kjo angazhim, gjithë kjo luftë gjyqësore për të konstatuar kundërligjshmërinë e shkarkimit të tij nuk ka sens, s'ka kuptim. Pra, gjithë ne mundem me supozu që do të kishte një formë presioni se në të kundërtën 6 ditë para përfundimit të vitit, kur dhe përfundon gjithçka me përbërjen e vjetër, nuk ka se si të mendohet ndryshe. Ndonse në ditën kur është ardhur kërkesa për lirim, ai ndodhi jashtë vendit dhe ne nuk kemi edhe një informim për ju 3 antar. Unë, Veton Shabani dhe Arjan Gashi, në momentin kur kemi marrë ftesën për takimin e jashtëzakonshëm ku u bë zavancimi i ushtruesit të detyrës, ne kemi shkruar email kryesuesit dhe i kemi kërkuar sqarime shtesë. E para, unë personalisht kam kërkuar që nuk është e mjaftueshme opinionit publik me një email elektronik që ka dërguar ushtruesi i detyrës me i dhënë sqarimet për publikun. Nuk është korrekte, nuk është e ndershme dhe nuk është transparente. Sepse nëse ky Këshill ja ka dhënë mandatin për 3 vjet, 3 vjet e ka qenë ushtrues detyre. Nuk mjafton me një email më largu nga kjo pozitë. Ka qenë e pandershme nga të gjithë
që pa prezencën fizike të ushtruesit të tyres, pa e bon një rezume, një arsye bindse të zavencohet kështu. Njëtën email ka dërgu edhe Veton Shavoni ku ka kërku sqarime se a vërtet a qëndrojnë këto shka përmenden në letrën e emailën e Zotit Kelmendi, apo ka diçka me ballafaqu edhe do duhet të ballafaqohen. Tash kjo ka kriju një situatë të re dhe ndryshimi i ushtruesit të detyrës si duket po i ndron edhe matematikat në këshill prokurorial në përbërjen e cila pritet pra që tash në këtë vit të kaloj në reformë që parashihet me ligj. Si do duket tani përbërja? Gjitha aktivitetet që i kemi bërë kohët e fundit, po flas në emër timin dhe të Zotit Gashi dhe Shabani, e kemi thonë edhe e kam thonë unë personalisht në Tempos, nuk ka posë rrugë tjetër për me nal shkarkimin abuziv të Zotit Kelmendi pos me liru takimin. Do me thonë ka qenë një formë demokratike, le të themi, për me parandalu këta. Mirë po nuk, me gjithatë, edhe për kundër vendime gjyqësore ndodhi edhe u bë ky zavencim. Kjo e ka lëndu shumë reformën. Ky veprim i fundit me zavencim të ushtruesit e tyres në bindjen time, edhe si që thatë edhe ju, i ka ndryshu edhe matematikat në dëm të reformës. Në janar do t'jemi 5 antar, sepse kur e kemi shpoll konkursin për zgjedhjen e një antari prokuror, edhe në rregulloren për zgjedhjen e antarit parashtrihet është një dispozit atje ku e parashë obligimin e këshillit me bën një vlerësim para se me shpoll një konkurs për zgjedhjen e antarit. Vlerësim gjinor dhe etnik. Dhe ne e kemi shpoll konkursin për zgjedhjen e antarit nga radhët e gjinisë femërore apo komuniteteve. Dhe procesi është ky që është mbyll. Kemi një femër në pritje për qenë antarë këshillit, me gjithatë nuk e kemi. Një janar do t'jemi 5 antarë meshkuj të këshillit, ushtruesin e detyrës që është tash Zoti Qalaj, është Milot Krasniqi, jam unë Visar Krasniqi, është Dardan Voniqi dhe prokurori Arjan Gashi. Do thotë është një përbërje prej 5 antarëve dhe ju e dini me ligjin e ri ku rumi i këshillit është 5 antarë. Dhe në rastet kur një antar në mënyrë të dyer pa arsye nuk merr pjesë, kurumi është me 4. Do thotë, megjithatë, këto zhvillimet e fundit nxorën e pa që do të kemi probleme në kuptim të funksionimit një janar. Në rast se këshilli i ri do të vazhdoj logjikën e njëjtë të funksionimit, do të ketë shumë probleme serioze. Nëse këta dojnë me tregu që jemi për reformë, jemi për transparencë, jemi për meritokraci, jemi për llogaridhënie, do të ulemi dhe do të diskutojmë publikisht. Por nëse këta vazhdojnë me logjikën e njerë që në pozicione të caktuara të vendosen emrat përveçëm, do të jemi të mjaftueshëm, cili do krah që ju mund ta quani, të jemi të mjaftueshëm për ta blloku funksionimin normal të këshillit. Pra, unë e pres sfida në janar. Reforma është të lënduar, por ju e pamundur. Për mu është super tem, është super lajm, fakti që me gjithatë kjo korporatizmi një janar mbytet. Do të kemi një përbërje të balancuar dhe do ta detyroj secilin antar prokuror dhe ju prokuror të ulet në tavolinë dhe të diskutoj për hapat që do t'i ndërmarrë këshilli. Kjo është e mira e përbërjes së re. Dhe unë besoj që do të kemi sfida, por nuk do të jetë këshilli do të ndryshoj. Jam shumë i bindur që këshilli me përbërjen e re do të ndryshoj. Dhe pse po them do të ndryshoj? Sepse mendoj që me veprimet e fundit që ka ndodhur në këshill, besimi në sistemin prokurorial ka rënë në zero. Dhe çdo veprim i mirë që do të bëhet në vitin e ardhshëm, besoj që do të ketë impakt në ndryshimin e imazhit të këshillit. Këshilli ka dëmtuar imazhin tepërshëm, sot jo vetëm një qytetar i rëndomt, po as prokurorët që janë pjesë e sistemit prokurorial nuk besojnë më në këshill. Po du me thonë një fjali me ironi, se si ka funksionu këshilli këtë vitin që po e lëm pas. Vërtet, damet do të ishin shumë më të vogla se sa mos kishte këshill fare.
Ne kemi miratu një strategji për vitin 2025-2027 dhe asnjëherë nuk diskutojmë për objektivat që i kemi qitë në atë strategji, për transparencën, për llogaridhënien. Dhe gjithmonë këtë vit kemi bën matematika se si do dukej Këshilli vitin e ardhshëm. Se si do të akomodoheshin njerëz të caktuar në pozita të caktuar. Do thotë e kemi rënë besimin e publikut me këto veprime. Ndihem keq që kam qenë pjesë, por personalisht ndihem krenar për veprimet e mia. Ama tek Këshilli Prokurorial është vërtet për keqardhje, ajo çka kemi pa, sidomos të 6 muajt e fundit. Dhe jam shumë i bindur që Përbërja e Re do ta ketë mundësinë edhe do detyrohet që të punoj në këto vlera, t'i servoj publikut dhe t'i tregoj edhe sistemit që na jem këtu për me ndryshu gjendjen e sistemit prokurorial, sepse vërtet është e keq. Zoti Krasniqi, ju po thoni që sistemi prokurorial është në gjendje të vështirë. Në përgjithësi, nga ajo që keni pa dhe nga raportet që vijnë edhe performancën e prokurorive në nivel të themelorës, apelit speciales dhe zyrës kryeprokurorit shtetit, çka është performanca e krejt sistemit edhe çka duhet ndryshoj? Vërtet, dy çështje dashta me i diskutu për sa i përket kësaj çështje. E para, ajo që për mua ka qenë e çuditshme, për mos me thonë as pak profesionale, kam një kritikë të jashtëzakonshme për zyrën e kryeprokurorit të shtetit. Këta 7 prokurorë në këtë zyre, me këto veprimet e fundit, sa kanë qenë neutral dhe i kanë shiku nga zyret e tyre këto zhvillime vërtet kanë qenë të për mu si një antar jo prokuror të pakapshme. Po du me ndo dy çështje. E para, kur ushtruesit e tyres në atë kohë Besim Kelmendi bëri ankesë në Gjykatën Supreme për shkarkimin e tij, nëse s'gabon një 15 paragrafi 2 ka përcaktuar efektin suspenziv të ankesës. Dhe prokurori Veton Shabani disa herë ja u ka tërheq vërejtën në takimin e Këshillit që efekti suspenziv duhet ndalë veprimet dhe zoti Çala mos të marrë pjesë në takimet e Këshillit. Dhe zyra kryeprokurorit të shtetit, këta prokuror të kësaj zyre nuk e di nuk e di pse nuk janë e di që ka pas disa takime të kolegjumeve, por si duket nuk e kanë arrit me e bind zotin Çalaj për efektin suspenziv të ankesës. Për te kësaj, Veton Shabani ka shkruar email edhe antarëve të Këshillit, edhe prokurorëve të zyrës kryeprokurorit të shtetit. Dhe ju ka thonë, ju lutem shihni dispozitën kaq dhe mos bëni veprime derisa s'kemi një epilog gjyqësor. Kjo e para, do thotë nuk e 7 prokuror, kolegë, nuk arritën mja shpjegu në kuptimin shkollor efektin suspenziv të ankesës. E para. E dyta, bëni një hulumtim. Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë që i bën zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe relacioni me Gjykatën Supreme është në çdo nivel. Nëse zyra e prokurorit të shtetit ka thonë në rekomandimet e saj të miratohet një propozim, Gjykata Supreme ja refuzon. Dhe e kundërta. Do thotë shihet niveli profesional në relacion me Gjykatën Supreme. Dhe krejt fund çështjen e raportimeve të nivelit të prokurorive të tjera. Vetëm në mars, nëse s'gaboj, kemi pasur raportime, nuk kemi pasur raportime të periodike të kryeprokurorëve në Këshillin Prokurorial. Kjo flet sa ka qenë interesuar Këshilli për llogaridhënie në raport me 7 nivele. Pra farës janë përmbush këto obligime ligjore që të ketë raportime periodike, që të mbahen llogaridhënës kryeprokurorët, prokurorit? Unë nuk mbaj mend që kemi bën raportime periodike në vitin 2025. Sepse thash më herët që fokusi ka qenë krejt dika tjetër. Dhe llogaridhënia dhe transparenca, si duket, as nuk është mendu nga kjo përbërje e Këshillit. Prandaj kesh shumë optimist që në janar gjithçka çka bëjmë do dalën pasi diçka e mirë, sepse vërtet e kemi arrit pikën 0 të besimit me këto zhvillime që kanë ndodhur